Në mendimin tim, çështja e saj ka shkuar jashtëzakonisht lart dhe unë besoj që ajo si individ tashmë, nëse kishte ndonjë grim morali, duhet të jepte me kohë dorëshe. E para për të respektuar familjen e saj politike, e cila i ka dhënë në 2 mandate i ka dhënë postin e zëvendësit kryeministrit, kur mendon për shembull vendi jon ka intelektual pafund, profesionist pafund që as nuk e ndërrojnë të jenë në post të ministrës ose zëvendës kryeministrit, ndërsa zonja i ka marrë 2 herë këto mandate. Dhe ajo pastaj keni parasysh që e shkërmoq krejt moralin e mandatit të 4 të zotit Ramas. Unë besoj nuk është vetëm çështja e Ballukut, por janë edhe çështje të tjera, siç është çështja e AKSH-s, që është jashtëzakonisht shqetësuese pashë. Por në rastin e zonjës ka një problem tash për sa i përket dhe unë besoj që duhet ta mirëkuptojmë në këtë rast edhe pjesën e kuvendit. Duket që rëndesa e të gjithë argumentave që janë kundra zonjës Balluku janë të tilla që kuvendi duhet të japi garanci maksimale që njerëzit e mandatit të cilët do merren me shqyrtimin e imunitetit të saj, të kenë në kohën e dur, por shumë të limituar në kohë materialet për mos të pasur përcjellje në publik, se besoj që kjo do sjellë një reaksion shumë të madh për sa i përket pjesës politike në vend. Dhe është dhe një gjë shqetësuese, Flavio, mënyrën se si zonja ka ndërtuar të gjithë pjesën të themit të perandorisë së saj. Është jashtëzakonisht shqetësuese kjo që zyrtar të rangjeve të larta janë të dorëzuar në këtë lloj mënyre. Keni parasysh një element. Ka disa nocione në pjesën juridike që individi, duke parë raste të ngjashme të kolegëve të tij dhe ne kemi pasur raste arrestimesh, nuk mund të firmosi gjëra të cilat janë jashtë logjike, për shembull siç ishte rasti tunelit, që ti duhet përcaktosh në kohë dur cilësinë e ekurit, cilësinë e betonit, cilësinë e kohën e forcimit dhe të tjera. Dhe këta zyrtarë në këtë rast, me paramendim, kanë bërë akte të cilat penalizohen jashtëzakonisht. Dhe zonja edhe për to në rast se i provohet realisht presioni që është bërë ndaj këtyre, besoj që është në agoninë e të gjithë karrierës së saj. Por megjithatë shikoj që socialistët do blenë kohë dhe besoj